News 24 publikon videon e një ngacmimi seksual ndaj një të miture në Himar, ku autori, një 72 vjeçar, është lënë në arrest shtëpie pak ditë më pas. Skandali i ngacmimit është shënuar fundjavën e kaluar, ku i moshuari ka ngacmuar seksualisht një të mitur vetëm 11 vjeçe me inicialet MF. Gjithçka ka ndodhur ndërsa 11 vjeçaria kishte shkuar për të bler diçka në supermarket, ndërsa ka qenë pranë një rafti, i është afruar i moshuari, i identifikuar nga policia si Marko Guma. Siç duket në videon nga kamerat e sigurisë e regjistruar mesditën e 14 janarit, pasi e ka kapur nga dora, i moshuari ka kryer veprime të turpshme me të miturën, e cila ka mbetur e shtangur, pasi ka nxjerrë diçka nga xhepi që duken si para dhe ja ka dhënë vajzës. 72 vjeçari e ka puthur për herë të dytë, e më pas e mitura e shokuar largohet. E gjithë skena ishte parë përmes kamerave të sigurisë nga shitësja e marketit, e cila ka nisur të debatojë me të moshuarin. Siç duket edhe në pamje, pas debatit me shitësen, i moshuari ka kuptuar aktin e rëndë që ka kryer, pasi bën gjestin e goditjes së ballit me dorë. Gjatë debatit edhe me një tjetër shitës, duket e mitura, e cila qëndron pas tij e trembur. Policia është njoftuar nga shitësja e supermarketit dhe i moshuari është vënë në pranga, por pak ditë më pas, atij është përcaktuar masa arrest shtëpie, çka ka indinjuar familjarët e 11 vjeçares. Ata bëjnë të ditur se ajo vijon të jetë e shokuar e nuk pranon të shkojë në shkollë. Gjendja e saj sipas familjarëve është rënduar pasi ka mësuar masën e sigurisë së dhënë ndaj Marko Gumës.